Në Kosovë nuk ka krizë ekonomike. Çdo vonesë e më tutjeshme e komplikon dhe rrezikon si përfitimin ashtu edhe zbatimin e fondeve. Të nderuar deputet, në Kosovë nuk ka krizë ekonomike. Rritja ekonomike në qerekun e dytë si vjet ka qenë 4,58% të brutoproduktit vendor. Në këto 4 vite sa isha kryeministër, e tash edhe sa jam kryeministër në detyrë, asnjëherë rritja ekonomike nuk ka qenë në 4%. Rritja mesatare ekonomike është 6%. Prandaj edhe nuk ka protesta të qytetarëve, por ka vetëm ankesa të opozitorëve. Në Kosovë nuk ka krizë ekonomike, po rrezikojmë të kemi krizë sociale, nga kriza buxhetore e financiare për shkak të keqpërdorimeve të procedurave. Le të mos keqpërdorim procedura. Le të jemi në nivel të përgjegjësisë që kemi si përfaqësues të popullit, por edhe si zyrtar të shtetit. Si dikush që personifikon dhe se ndërton imazhin e shtetit pavarur si Republikë Demokratike. Qëndrimet e subjekteve të cilët nuk janë të pranishme, përbes nuk kanë alibi. Nëse ne, sipas tyre që në kemi vonuar, pse nuk janë këtu për të na lënë neve fajin e popullit buxhetin, nuk ka qenë i mundur procedimi i tyre nga legjislatura e kaluar e kuvendit. Formati standard përfundimtar i dakorduar i marrëveshjes për instrumentin për reforma për Kosovën është dërguar te ne me 15 nëntor në mënyrë elektronike. Dhe ne kemi kryer nënshkrimin sapo ka ardhur në Kosovë fizikisht dhe është pranuar në qeveri përkatësisht me 27 nëntor, ku po të njëjtën ditë është miratuar projekt ligji për ratifikimin e saj nga qeveria, pra në kohë rekorde prej anës tonë si ekzekutiv. Kurse për marrëveshjen për kredi, ne kemi miratuar nismen me 13 nëntor 2024, mirë po draftin final të marrëveshjes e kemi pranuar pas shpërndarjes së kuvendit në janar të vitit 2025. Si rezultat, kjo ka pamundësuar që marrëveshjet të hyjnë në fuqi dhe ne si shtet të mos mund përfitojmë nga parafinancimi në vlerë prej 7%, si dhe shumat e alokuara për reformat e implementuara. Andaj, me qenë sa afatet janë fikse dhe po ecin, sepse koha po kalon, ju ftoj sot që të votojmë miratimin e këtyre projekt ligjeve që të fillojmë të përfitojmë nga ky instrument. Koha nuk është burim i ripërtrishëm. Kalon në të kaluarën në pakthem. Çdo vonesë e më tutjeshme e komplikon dhe rrezikon si përfitimin ashtu edhe zbatimin e fondeve.